kao što smo bili i najavili prije neki dan, to se i ostvarilo. Diktator Aleksandar Vučić predao je podatke o Srbima na Kosovu kako bi bili privedeni i kako bi skrenuo pažnju sa prosvjeda. Të tjera detaje kanë dalë në dritë pas aksioneve të policisë të kryera në veri të Kosovës këtë të mërkur. Policia dhe Prokuroria e Kosovës kanë bërë me dije se operacioni policor është zhvilluar në 21 pikave ndodhjesh në Mitrovic, Vushtri, Skëndera dhe Leposavić. Policia bën me dije se gjatë operacionit janë arrestuar 16 persona për kryerjen e veprave penale, detyrim, si dhe importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja pa autorizuar armëve apo materialeve plasëse. Në mesin e të arrestuarve është edhe një zyrtar policor i Zveçanit, i cili tashmë është pezulluar. Hetimet sipas policisë kanë zgjatur për disa muaj. Autoritetet kanë sekuestruar gjatë operacionit 9 armë zjarri, 200 fishek, municione të ndryshme, 15 aparate celular, 2 pranga, fik, tyta të armës dhe 1 DVR. Pas intervistimit lidhur me rastin me vendim të prokurorit, 13 persona do të ndalohen për 48 orë në komisariat.